Dënimet janë të mjaftueshme, mirë po vlen të theksohet se duhet të punohet më tepër për punën, bashkërendimin, koordinimin mes policisë, prokurorisë, si gjykatës dhe qendrës për punë sociale. Dënimet janë të mjaft të barazpeshuara me peshën e veprës, zakonisht sepse parashihet minimumi që parashihet për veprën penale dhunën në familje është dënim me gjubë dhe dënim me burgim deri në 3 vite. Mirë, po kjo por kemi raste ku edhe viktima, do me thënë ka raste kur kanë përfunduar dhe të vrara gratë nëpër familje. Dal nga dal do të ndëlidhem edhe aty. Dhe për këtë arsye, çdo herë institucionet duhet të punojnë në parandalimin e dhunës, jo në kurimin e dhunës, jo në ndeshkimin, se qëllimi i ligjit nuk është ndeshkimi, ta ndeshkoj ushtruesin e dhunës, por ta rehabilitoj, ta kthej në pozitën i cili do të shërbejë në shoqëri si një familjar, si një prind i mirë. Andaj, rastet cilat kanë përfunduar me vrasje zakonisht janë ato raste kur edhe institucionet i kanë neglizhuar adresimin e dhunës tek ata. Unë e kisha menduar një këndvështrim ndryshe, për shkak të përvojës dhe të praktikës që kam si avokat, e shoh një këndvështrim ndryshe. Mirë, mund të jetë edhe neglizhimi. Mirë, po më tepër është neglizhimi i trajtimit të ushtruesit të dhunës, siç e ceka edhe më herët. Për arsye se personat të cilët ushtrojnë dhunë, o kanë probleme mendore, o janë të provokuar aty për aty dhe nuk mund të përmbojnë veten dhe shkojnë. Si janë të provokuar? Mundet prej qastit, prej momentit, prej ndoshta prej presionit, prej gruaja në rastin e tillë është fajtore, ose sepse po e provokon dhunën. Po. Mund të jetë edhe ajo, mund të ajo dhuna psikologjike që e përmendëm, mirë, po jo vetëm të gruaja. Unë thash edhe anëtarët e tjerë të familjes, na po flasim për konceptin e gjerë. Këtë rast ne po e lëmë fajtor viktimën. Në asnjë mënyrë. Mirë, po nuk po e arsyetoj unë pse ndërmirët ajo. Unë po e them se si vjen deri ajo. Po e lidhim ka raste kur provokohet. Provokohet, mirë, po pavarësisht se provokohet, janë mënyra tjera që njeriu është i rritur dhe duhet të di ta menaxhoj vetën. Po, duhet të di ta menaxhoj. Dhe me letë është që të kërkohet në distancimi, largimi, unë e kuptoj atë se si duhet vepruar. Mirë, po unë ju shpjegoj se si vjen deri te rastet në praktik. Ka rastet ralla kur edhe dikush për shkak të karakterit që ka pson dhunë psikologjike, ka pas kohë, ose në atë moment fyrje të rënda, ose nuk po du me hi ma tutje se cilat janë rrethana, dhe shkon deri te ushtrimi i dhunës. Por kryesisht këta persona kanë probleme mendore. Andaj, në qoftë se mirremi dhe dëshirojmë ta parandalojmë një ushtrues i cili një herë ka ushtruar dhunë, sepse deri te vrasja ka ardhur pikërisht për këtë arsye, zakonisht që kemi edhe shumë përkeqardhje është se ka ndodhur një numër i madh i vrasjeve të cilat fillimisht kanë filluar kështu me dhunën në familje, dhe pas një kohë ka rezultuar edhe me vrasje. Mirë, po të parandalohej kjo dhe të trajtohej ushtruesi i dhunës të trajtohej me kohë dhe të rehabilitohej, ai nuk kishte më ndodh hera e dytë ose e treta e asesi me ardhur deri tek vrasja. Mirë, po mendoj që duhet punohet më shumë në aspektin e rehabilitimit, të krijohen qendra të rehabilitimit, të trajtohen, të ekzaminohet, të observohet secili ushtruesi i dhunës në bazë të karakteristikave të tij, të gjendet përshtatshmërisht edhe metoda e trajtimit.